edhe se ka njëherë ma shumë njeri ka nevoj për pjesën me psiqike më konë okej, pjesën mendore, se so pjesën financiare. Feks. Edhe fshati edhe vendet rurale, që e kanë të mira. Se kur del në fshat ose në një qytet vogël, ti e sheh dashurinë reale të njerëzve, e sheh respektin, e sheh sinqeritetin real të njerëzve. Ndryshe është shembull kur dal për objektit tem për banesës, me kojshi kryte poshtia e mirë dhe vazhdon. A di pse ndodh kjo, se në fshat e ki për shembull lidhjen fare fisnore, e ki agj, e ki djalë të agjes. Atë kojshia që e ki me bërë, a edhe të fol, varet këtë për disponimet. Me dash fol, s'ki lidhje fare fisnore, është krejt normale. Edhe pa pas lidhjen fare fisnore, në fshat vet energjia është e tillë që ta jep që të edhe në qytetet vogla, në vendet rurale, të afron me njerëz. Si del, unë po flas për vetë, si dal në qytet. Po unë prej shtëpisë tem, 20 kilometra, se shumë e thot. 2 kilometra me dal me ecër as qytetit, unë kam me fol me 40 njerëz, me 50 njerëz. Po jeni bashkë fshatare, këto e ki ti Ravicës, ajo është i Drenicës ose i Podojevës, ka dallim. Dafin, nëse